Ish kryeministri Isa Mustafa ka folur për zhvillimet e fundit të partisë që ai drejtoi për disa vite pasi LDK-ja doli me një rezultat të dobët nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Mustafa nuk u lëshua shumë në komentimin e vendimit të kreut aktual të LDK-s, Lumir Abdigjiku, për ofrim të dorëheqjes, por ai bëri një krahasim me veprimet e tij kur LDK-ja po ashtu pati rezultate të dobët në vitin 2021. Kur ne eram në rreth 13%, LDK-ja e lexoi drejt zërin e qytetarëve. Prandaj unë dhe bashkëpunëtorët e mi e kuptuam që duhet të bëhen ndryshime, tha Mustafa. Ai tha se në raste të tilla fjalët duhet të maten para se të thuhet, sepse më pas ka konsekuenca. Edhe Abdigjiku dhe gjithë ne që merremi me politik duhet të mendojmë më gjatë para se ta themi fjalën. Më 28 doli dhe tha se e merr përgjegjësinë objektivisht për rezultatin. Më vonë tha se do t'ia ofroj dorëheqjen kuvendit dhe unë s'mund të them nëse është dashur t'i jap dorëheqje ose jo, por është dashur t'i mat fjalët para se t'i thot, të flej një natë, të pushoj pak, të konsultohet me bashkëpunëtorët, tha ai në një intervistë për Kosova Press. Unë s'mund të them se si është dashur të veproj me dorëheqjen. Unë për veti në momentin që e kam parë se rezultati ka dalë më pak se 13%, nuk kam ofruar dorëheqje, por kam dhënë dhe kam njoftuar anëtarët e kryesisë që me këtë e përfundoj mandatin tim në LDK dhe në të gjitha organet e partisë. Por pse se bëri të njëjtën edhe Abdigjiku, Mustafa tha se s'mund ta komentoj. Ai ka mund të mos e ofroj hiç dorëheqjen, shtoi ai, ndërsa e shpjegoi në 27 të statutit të LDK-s, në bazë të cilit delegatët e LDK-s votuan për ose kundër Abdigjikut. Mustafa tha se në 27.1 i statutit të LDK-s nuk trajton dorëheqjen, por se ai flet për votbesimin ku 1/3 e anëtarëve të kuvendit mund të kërkojë votbesim për kryetarin ose vetë kryetari për veten.